Shtëpia e fëmijërisë së presidentit amerikan Donald Trump është shitur pasi u pushtua nga macet e egra. Prona në Queens të New Yorkut, e cila është shtëpia e Trump deri në moshën 4 vjeçare, u shit për 760.000 euro. Shtëpia dykatëshe u ndërtua nga babai i presidentit, zhvilluesi i pasurive të paluajtshme Fred Trump në vitin 1940. Ka vite që ka mbetur bosh, me banorët vetëm një koloni macesh të egra. Deri në 30 macet e egra jetonin atje dhe shtëpia ishte e braktisur për vite me radhë. Përpara se të fillonin rinovimet, lagja kishte ndihmuar për pastrimin e oborrit dhe mbajtjen e shtëpisë pasi askush nuk kujdesej për të. Tani shtëpia është në proces restaurimi dhe do të rinovohet nga pronari i ri. Një shtëpi e bukur mbeti e braktisur dhe askush nuk u kujdes për të gjatë gjithë kësaj kohe, tha një fqinj, i cili kërkoi të mbetej anonim.